I qepi buzët me gjilpër dhe pe shoqes së dhomës arrestohet 49 vjeçaria në Tokyo, viktima kërkoi ndihmë me shkrim. Policia japoneze ka arrestuar një grua 49 vjeçare pranë Tokios, e dyshuar se i ka qepur buzët me gjilpër dhe pe shoqes së saj të banesës pas një konflikti mes tyre. Sipas autoriteteve, viktima, një grua 42 vjeç, arriti të ratisej nga banesa në qytetin Koga dhe kërkoi ndihmë në një dyqan aty pranë, duke mbajtur një letër ku kishte shkruar fjalën ndihmë. Pas denoncimit, policia e prefekturës Ibaraki arrestoi të dyshuarën Masai Sakurai, 49 vjeç, në akuzën e sulmit. Sipas hetimeve, ngjarja dyshohet se ka ndodhur në 29 qershor, kur Sakurai qepi buzët shoqes së banesës me gjilpër dhe pe. Mediat japoneze raportojnë se viktima u ka thënë hetuesve se e dyshuara u zemërua pas një mosmarrëveshje dhe më pas kreu sulmin. Ndërkohë policia po vijon hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes, si dhe për të verifikuar raportet se në banesë mund të jetonte dhe një person i tretë.